Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, i cili na ka dhënë jetën, besimin dhe pasuritë që janë amanet dhe përgjegjësi. Për të pastruar këtë amanet dhe për të ndihmuar të varfërit, Allahu Gjelle Shanuhu ka vendosur zekatin. Salavate dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e kataklizmit. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është: a është pasuria jon amanet apo privilegj? Islami e edukon njeriu me një kundërveshtrim të shëndosh ndaj jetës, duke mësuar se çfarë do begatie që të gëzoj, ajo është dhuratë e Zotit të madhruar. Islami i tregon njeriu një mënyrë jetese të thjeshtë, rrugën e ekuilibrit ndërmjet trupit dhe shpirtit, ndërmjet materiales dhe shpirtërorës, rrugën e mesit ndërmjet teprimit dhe mohimit. Në një rrugë të tillë, grumbullimi i pasurisë bie ndesh me kërkesat e dispozitave islame, të cilat qartë thonë se nuk lejohet që kapitali të grumbullohet në duart e një pakice të pasur. Zekati, si ligj i Allahu Gjelle Shanuhu, është mas kundër kësaj praktike dhe është farz për pasuesit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Islami nuk është kundër pasurisë. Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu në Kur'an pasurin e quan e mirë, khajr. Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu kur flet për pasurin që mbetet pas të vdekurit thot: nëse kalen pasuri. Islami nuk e ndalon pasurin, përkundrazi i nxit muslimanët të pasurohen. Muslimani duhet të jetë i pasur, me kusht që pasurin ta fitojnë në mënyrë të lejuar halal, ta pastroj atë me zekat dhe pasurin ta kuptoj si mjet e kurrësësi si qëllim. Kjo është në përputhje me ajetin ku Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu thot: me atë që të ka dhënë Allahu, kërko botën e përhershme ahiretin, por mos e haro pjesën tënde në këtë botë. Ky ajet na mëson qartë ekuilibrin ndërmjet trupit dhe shpirtit, materiales dhe shpirtërorës, dhe na udhëzon në një rrugë të mesme ndërmjet teprimit dhe heqjes dorë, duke na mësuar që njëkohësisht të punojmë për dynjan dhe të përgatitemi për ahiretin. Zekati në kuptimin e drejtë për drejtë është investim për botën e ardhshme. Investim i çfarë? Investim i begatisë që Allahu Gjelle Shanuhu na ka dhënë dhe që quhet pasuri. Zekati është i barabartë me gjitha urdhrat dhe dispozitat e Allahu Gjelle Shanuhu. Ai përmendet në Kur'an mbi 70 herë, ndërsa bashkë me namazin mbi 30 herë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur flet për themelet e fesë sonë madhështore thot: Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla: dëshmia e besimit, namazi, zekati, agjërimi dhe haxhi. Ashtu siç trupi pa shpirt është kufon, edhe Islami është i paplot pa zekatit. Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu kur flet për besimtarët thot: ata janë që besojnë, falin namazin dhe japin zekatin. Ashtu si trupi dhe shpirti përbëjnë një tërësi, po ashtu namazi, agjërimi, zekati, haxhi dhe padyshim shahadeti përbëjnë një tërësi. Namazi dhe zekati janë lidhur ngushtë, sepse Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu i përmend shumë herë bashkë si mishin e thoj. Nuk është i gjallë njeriu në trupin e të cilit nuk ka shpirt. Ashtu edhe muslimani
nëse dëshiron të jetë i tillë, nuk jeton pa zekat. Ashtu si për namazin ka kushte që duhet të plotësohen që ai të jetë i vlefshëm, pastërtia e rrobës, e trupit dhe e vendit, po ashtu edhe për agjërimin ka kushte. Dhe ka njerëz që nuk janë të obliguar të agjerojnë, sepse nuk i plotësojnë ato. Edhe haxhi nuk është obligim për kë nuk i plotëson kushtet. Dhe nëse dikush shkon e nuk i përmbush siç duhet, haxhi i tij nuk pranohet. Me që zekati është i barabartë me gjitha dispozitat hyjnore, edhe ai ka kushtet e veta. Përveç kushteve të përgjithshme që njeriu të jetë i mençur, i rritur dhe musliman, ekzistojnë edhe kushte të veçanta siç është nisabi. Nisab është sasia e pasurisë e përcaktuar nga shariati me arritjen e së cilës njeriu bëhet i obliguar të japë zekat. Ky nisab është gjithmonë 91.6 gram ardh dhe sipas çmimit aktual të tregut botror arrin rreth 12.953 euro. Nga kjo del se secili prej nesh që posedon pasuri më të madhe se ky nisab është i obliguar që në rrugën e Allahu xhalla shanuhu dhe me urdhën e tij të ndajë 1/4 e 1/10 që është pra 2.5% e pasurisë. Do të thotë rreth 323 euro jep zekat për atë sasi që e ka. Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalalu nuk ka lënë asgjë të paqartë në librin që na ka shpallur, të cilin vetë ka quajtur gjithë përfshirës dhe sqarim për çdo gjë. Edhe çështjen se ku duhet dhënë zekati, Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalalu e ka sqaruar qartë. Shumë diskutohet se kujt duhet të dhënë zekati, ndërkohë që Allahu xhalla shanuhu e ka shpallur qartë në Kur'an. Ajo që Allahu xhalla shanuhu e ka thënë qartë në tekstin kuranor nuk lejohet të bëhet objekt polemike. Askush prej nesh nuk diskuton nëse alkooli është haram apo jo, sepse teksti kuranor është i qartë. Diskutojmë për çështje ku nuk ka tekst të drejtë për drejtë. Çdo gjë që është e rregulluar me tekst të qartë kuranor nuk pranohet debat. Pra, kujt i jepet zekati? Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu thot mbledhësve të zekatit. Muhamedi alayhi salam ishte mbledhës i zekatit. Ai e mbledhte zekatin me urdhër të Allahut dhe pasi në vitin 622 kishte formuar shtetin në Medinë e vendoste atë në arkën shtetërore atë që sot do ta quanim buxhet. Prej tij financoheshin nevoja shoqërore, të varfërit, nevojtarët, udhëtarët, të ngarkuarit me borxhe e tjerë. Pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbledhësi i zekatit u bë halifi Abu Bakr radiallahu anhu. Disa fise pas vdekjes së Muhamedit alaihi salam menduan se misioni profetik kishte përfunduar dhe thanë, do të jemi musliman, për zekatin nuk do ta japim. Çfarë bëri Abu Bakr radiallahu anhu? Veproi sipas udhëzimit të Muhamedit alayhi salam, i cili ka thënë, jam urdhëruar të luftoj njerëzit derisa të besojnë, të falin namazin dhe të japin zekatin. Abu Bakr radiallahu anhu zhvilloi luftë të vërtetë kundër fisëve të rebeluara derisa ato e paguan zekatin dhe u kthyen në bindje ndaj Allahut xhalla shanuhu. Pra, khalifi ishte mbledhësi i zekatit për shepin e radhë. Në vitin 1924 u shfuqizua khilafeti, që nga ajo kohë në vendin tonë mbledhësi i zekatit nuk është më khalifi, por reisul ulema. Atëherë, pse të diskutojmë për një tekst të qartë kuranor në vend që t'i bindemi atij? Sepse duan t'i shmangni obligimin që Allahu xhalla shanuhu e ka urdhëruar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na kërkon bindje ndaj urdhrave hyjnore, ashtu siç jemi të obliguar ta pastrojmë trupin me gusull e abdes,
shpirtin me namaz e agjerim, po është Allahu Gjelle Gjelalu na urdhëron që pasurin ta pastrojmë me zekat. Merr nga pasuria e tyre zekatin për t'i pastruar dhe për t'i bekuar. Me që në Ramazan veprat tona shëmtishohen, praktik është që zekati të jepet pikërisht në këtë muaj për të përmbushur obligimin e pastrimit të pasurisë nga e drejta e tjetrit. Allahu Gjelle Shanuhu o Gjelle Gjelalu i mbron robërit e tij që i bien në sejdë. Ai i përfshin në mëshirën e tij ata që për hir të tij heqin dorë nga ushqimi dhe i frenojnë pasionet me agjerim. Po ashtu ai e merr në mbrojtjen e tij pasurinë që pastrohet me zekat. Zekati i vlefshëm është vetëm ai që jepet të mbledhës i zekatit. Kështu thot Allahu Gjelle Shanuhu o Gjelle Gjelalu në ajetin 60 të surës At-Tawbe, zekati u takon të varfërve, nevojtarëve dhe mbledhësve të zekatit. Mbledhësi i zekatit, ashtu si Muhamedi alayhis salam, pasi ta mbledh atë, do të përcaktoj prioritetet. Nëse ka të varfër në shoqërinë tonë, e ka, ata do të ndihmohen nga fondi i zekatit. Prandaj, obligimi ynë është të veprojmë sipas dispozitës që kur të dalim para Allahu Gjelle Shanuhu o Gjelle Gjelalu, të kemi me veti një shpërblim që quhet zekat, ndarje në rrugën e Allahu Gjelle Shanuhu dhe jetë në bindje ndaj krijuesit. Veprat e bëra në Ramazan janë 700 herë më të vlefshme sa ato jashtë. Në ndihmo, o Allah Gjelle Shanuhu, që ashtu si që pastrojmë trupin me abdes, shpirtin me agjerim, të gjejmë forcë ta pastrojmë edhe pasurinë me zekat. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.